Te kjo pjesa kur e shpjegove emocionale, më falni për minutazhin tjem, emocionale dhe individuale, më la shumë përshtypje dhe patjetër që më duhet me tnale edhe një herë. Ti thua që unë ta përkthej nëse të kam kuptu qartë. Euforia për mi tregu botës, për mes rrjeteve sociale që kem arrit trofejnë, na nuk ja japim kohën vetes me reflektu sa vështirë keme arrit që trofej? Jo, as sa vështirë, as sa e kënaqshme. E rëndësishme është të publikohet. E rëndësishme është që të tjerët ta shohin suksesin tim, sepse unë nuk jam i bindur në të. Mua më duhet një aprovim nga jashtë, më duhet një koment, një like, një zemër, bravo, më duhet një wow, dhe ka që më thënë. Një shpërndarje prej të tjerve, dhe kjo në ndalon të përjetojmë lumëturin tua? Kjo të ndalon të përjetosh lumëturin, kjo të tregon që je më shumë i preokupuar të pjesa e dokumentimit se sa të pjesa e realizimit. Përjetimit dhe realizimit. Shumë e mirë kjo, dhe unë jam shumë e lumëtur që u hapë si temë, sepse në këtë pikë kalojnë shumica prej atyre që për na shikojnë jashtë, ndoshta kam kalu edhe unë, ka mundësi ke kalu edhe ti her pasere, ka momente kur punojmë shumë në një punë, por nuk e shijojmë suksesin e asaj pune. Unë tash e kam kalu edhe e ndjej këtë pyetje dhe këtë koment prej secilit. Edhe andaj vjen te pika ku ti më nuk e bën punën tënde, prapo du me dalë të shëndeti me dorë, nuk e bën punën tënde për ta dokumentuar në rrjet social, por punon çdo ditë prapa kuintave dhe kur janë, do me thënë, momentet për të dhënë një mesazh publik, se e folura publike është përgjithësi dhe e kanë keq kuptuar, po mendojnë që është privilegj, nuk është privilegj, është përgjithësi e jashtëzakonshme, se privilegjet duhet të kemi të tjera, andaj ju lutem kushdo që ka të bëjë me njerëz, po dhe ata që nuk kanë të bëjnë me njerëz drejt për drejt, po në forma tërthorazi, jep një mundësin personave që i keni në krah të dëgjoni, të mbështesni dhe mbi të gjitha të përkrahni, sepse përkrahja është çelësi i arritjes së një suksesi që afatgjatë do të përcjell me ndjesi të mira dhe ndjesi të realizimit aktualisht edhe një plotësim në nivele të ndryshme të kënaqësisë.